Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski ka reaguar për tragjedinë në diskotekën në Koçan ku humbën jetën mbi 50 persona. Ai tha se kjo është ditë e rëndë për Maqedoninë, teksa theksoi se shumica e viktimave ishin të rinj. Kjo është një ditë e vështirë dhe shumë e trishtueshme për Maqedoninë. Humbja e kaq shumë jetëve të rinjve është e pariparueshme dhe dhimbja e familjeve, njerëzve të dashur dhe miqve është e pamatshme. Në këto momente të trishtimit të thellë, mendimet tona janë me ata që kanë humbur të dashurit e tyre. Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë, ndërsa familjeve të ndjerëve forcë për ta përballuar këtë humbje të paimagjinueshme, ka shkruar kryeministri Hristijan Mickoski në Facebook. Kryeministri Mickoski u bën thirrje të gjitha institucioneve kompetente që të marrin masa urgjente për ndihmuar të lënduarit dhe për të mbështetur familjet e prekura. Ai paralajmëroi se gjatë ditës do t'i drejtohet opinionit me më shumë informacione për hapat e ndërmarrë. Qeveria është plotësisht e mobilizuar dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përballuar pasojat dhe për të përcaktuar shkaqet e kësaj tragjedie. Gjatë ditës, pas shqyrtimit të rrethanave pranë institucioneve kompetente, do t'i drejtojmë publikut me më shumë informacion për hapat e ndërmarrë. Në këto momente e trishtimit të thellë, kur zemrat tona janë thyer me dhimbje për shkak të kësaj tragjedie të tmerrshme, bëj thirrje për unitet, solidaritet, humanizëm dhe përgjegjësi, thot Mickoski. Edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordiana Siljanovska-Davkova, ka shprehur keqardhjen për tragjedinë në Koçan. Ajo vizitoi disa të lënduar të shtruar në Ohër duke uruar atyre shërim të shpejtë. Kryetarja e shtetit njoftoi se Bullgaria dhe Serbia kanë ofruar ndihmë për autoritetet shëndetësore. Të njëjtën gjë e bëri edhe kryeministri shqiptar Edi Rama gjatë një postimi në rrjetet sociale. Sipas informacioneve zyrtare nga zjarri në diskotekën në Koçan, kanë humbur jetën 51 persona dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar, teksa janë publikuar edhe emrat. Ky incident tragjik ka ndodhur orët e para të mëngjesit të sotëm rreth orës 3, kur një shpërthim zjarri ka përfshirë diskotekën Puls pas përdorimit të mjeteve piroteknike.